A nuk e kupton, Jul? Ti e dashnorja. Jo, ti i martuar me mua. Ajo është dashnorja. The other woman. Ai thot des për me, no. Po futëm shumë në rol më duket. Nejsa, hajde bëjmë hyrjen tonë. Okej. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Skandale. Qyshe? Po çan ndrove zile. Nuk e ndrova unë për zotin. Alo? Bu! Wow! Qysha? Ç'o ndodhe? Zma, nuk ka nevojë me na trem kaq shumë, re. Mos u tall me ne. A do mu tall? E ishim fare këtë ne? Kam një ide më të mirë. Unë e kam sjell posafat më herë pak. Ah. Tamam, komunikim ai na trëm mjaftueshëm. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, why are you here? Ço do e pyesim? Charlie, ata nisim rubrikën e radhës. Lëvizi. Ua, lëvizi, ku shkoj? Ku shkoj? Te joja, po kush e pyet? Te joja, po kush e pyet ta? Dhe kështu frikshëm do nisim rubrikën tonë të preferuar kur ne ju vjedhim idet juve. Dhe vazhdojmë, ju kemi vjedhur idet, dhe kësaj radhe ne kemi bërë akoma sfida më të frikshme me që është te Halloweeni. Sfida e parë është Jul, përse Juli ka të çarmatosem. Atëherë, bëni gjëra të përditshme veshur si për Halloween. Ta bëjmë me këtë thu? Besë duke me bëjmë. shumë bukur, ja e shohim. Ma të shta! Ha, maj! Hajde, maj! Më falë, sa është kilja? I pas ka shtrejnë. Si e një macchiato bashkum të lutem. Një lëmë portokalli mu për munde, shumë faleminderit. Ma galo pak atë dokumentin nga viti 1330. Inshallah me këtë make-up e s'po në dalit do... Qyqa? Charlie, are you here? Ka malo Charlie do të pysim. Vazhdo dhe sfida tjetër. Bëni një film horror të shkurtër. E bëjmë kështu amerikançe se ma këto. Absolutisht. Nga këto që turën thonë, help me, po çau me. Nga këto që ka pas të kjo shtëpia 40.000 fantasma nga mdek gjithë që kam banuar, super këtë dua. Okej, dhe shohim. Atëherë këtu ka jetuar 40 familje para jush, të gjithë janë zhdukur pa dhënë shenja brenda muaj. Okej. Aty mund të ketë edhe fantazma, shpirtra, që përndjekin të gjithë ata që futen sa shkelë të brenda të përndjekin. Perfekt. Pra ka një re gjigande gjatë natën, mbulohet nga një re gjigande zezë që nuk dihet nga vjen. Të pëlqen? Dhe një larg origjinate vjen aty çdo herë dhe qëndron vetëm te balkoni. Okej, kjo është fiksa që po kërkonim. Do e marrim. Është literalisht perfekte. Ja do. S'ka që desi këpa mua! Po qomi të bile se ke gjitha të kohë, qou! Okej. Sfida tjetër. Këndoni ose kërceni popullore me maska në publik. Ngelëm du lanë na në publik, ne pa. Absolutisht. Të pak të kësaj radhe do kemi maska. Tek shtëpia me terasa, din moj kaleshës e plasa. Tek shtëpia me terasa. O maj lulja e kur vinit mos me ik. Mos me ik, pash drit me synit mi thuj ti. Mi thuj zanës se kush jam. Oh, jam debili. Bow down to the king and the queen, jam kur kushtuna nale. Du me di o kam bërë shumë. So jem e najtë, du me di o kam bërë shumë. Sabina ne, oh Sabina ne, oh. Everybody say. Nis. Për të më ngrozërin. Njemi dhe për dasëm, tani po. Atë si shumë dhe haqë. Charlie, çfarë do bëjmë roast të episod? Na majhë me këta. Qa mi ma mua të mrapa, lej se temu që do bëjmë këtë episod. Përveç la Vila Dramës, këtë episod kemi dhe Gocin. Ne jemi Gocat, bëjmë shumë si bomba, qmendim kredilën. Po kësaj radi qmendim ne. Ta bëra. Folë, Florisa. Florja ti po qatë bona, morë dhe të vola. Qa bëre? Mirë, si e ti Blerta? O, Florja, ka mund si të flasësh?
Bati skenar më kokë që të shmuzon me të mduket. Te kjo skenë është Blerta ku po konfronton Kesiana se pse nuk do të bëjmë më jo veç shkollerat emisionin, por të bëj emision veç. Aty të dyshja ishe ti sepse kishim energjinë shumë të mirë dhe bënim shumë mirë të dyja bashkë. Dhe pse kur ti ke mundësinë ta bësh këtë gjë në grup, nuk e bëjmë në grup, po do që ta bësh në diçka. Po, ishte një dy. Kur e ke mundësinë ta bësh në grup, pse do ta bësh vetëm, i thot Kesianës. Po mirë. Disa njerëz edhe do ta bëjnë vetëm, nuk ka nevojë të jenë shumë njerëz të tjerë brenda. Nëse nuk do kisha kontekst, nuk do e kuptoja çfarë ndodhte. Ashtu, a? Mos ju zëri kaq meraku zemra se Po nuk ka më zë meraku, po sa ti është ti këtu, vallahi, Absolutisht zemra ime. meraku. Sa njerëz lindin me këmish, këtë fat ka Benardi, mos e Ku e ka këmishën, se se kam parë deri Sigur tani? ka lindur, do t'ja shofësh? Po, jo, je ti absolutisht për të. Okej, Blerta, ka lind me këmish tot Benardi. Benardi sa u pushon nga puna gru. Faleminderit që nuk kam lindur me këmish. Do t'ja shofësh? Do t'ja shofësh Benardit? A? Po si thotë, do me ja pa Kostian, do t'ja shohësh. Kosti jo faleminderit, për këmishën po flasin akoma? Kam parë mjaftush. Aman se kanë fillu të gjithë janë po të shifte për famë, se ju Atëherë këtu kemi një shpërthim të panevojshëm të Emës, kur ne po flisim për çiftin Gjesi Ginti. o fama, ju iku fama, janë të fituj 100.000 euro edhe tani e ngelën pa famë. Disa njerëz të thjesht nuk funksionojnë pa çifte, thjesht nuk nxjerrin dot në pa karakterin e vet dhe duhet patjetër që të çajnë me çifte. O zemra, po ti pse mendon që u lit Blerta me Benardin, Klea me Gjaspin? Pikërisht nga kjo. Po tani ju e keni sul Xhesit. O shpirë, asa i lu vetë, o shpirë, se përsi që doja Madagaskarit pastaj. Nuk e di qa, po pëlqeu si fjali për ne, tha. Shëntore, tha. Zoti, banori Madagaskar. Ore, si bie banori Madagaskarit, ti bie që je Madagaskaras ti? Me sa duket tani e pas kam origjinën, po u thot banori Madagaskarit si ai filmi. Si është King Julian! King Julian! Ore, po jema këtu që është kaq e revoltuar se donte vetë ishte qift, si ese, u bë qift ju. A ka mundësi të lindet kush me mu që të depërtoj do si qift, ju lutem. Ora ju s'keni mirë përfundimisht. Merreni me çifte, nxirrni pa karakterin aty bëni. Po kjo qa pat? O zemra, njerëzit duhet të kenë kujdes të ruajnë hormonet e tyre, është shumë e rëndësishme, duhet me i çfryt diku. Ore, si do fillojmë live streamin? Mirë që na doli Genti, se herën e kalume tha ju do vini të më shfryeni këtë mu. Me që ta misi që të shfryin hormonet, po e shfrym ke Genti, prapë se e rave. Si gjithë. Me që na ka ardhi ri. I dhe i nësi kësë janë sti është unë du që... Te kjo skena këtu është një, ku t'jon, sqarim midis Aldit dhe Kristollit. Si shumë sqarimet e tjera që nuk çojnë askund. Ti është ti fokusu 100% të gjoja jonë. Po qa gjë, nuk kemi gjë për të bërë dhe nuk do bëjmë gjë bashkë. Pre ti të të bëj unë gjë me ty, ti e kishe shansin të bëje gjë me mua dhe doje ta bëje me Shasim Kesianën. rradh. Po flasim me radhë. Okej. Qa po ndodh? Ti e kishe mundësin ta bëje gjë me mu, po E bërë Kesianën. e bëre me Kesianën. Ama na kemi kontekstu prapë, sepse nuk di qa po flasim, për emision. Nuk jam shumë e konfuzuar me të. Për emision. Kur kemi kaluar plus 18 nesër nuk e dija. So tha që njeri. Rradh, tash se na hutove. Pa. Unë du me bë diçka me ty. Jam tjetër njeri tash. Kam ndryshu. Para 2 muajsh Jam tjetër njeri, kam ndryshuar. Ajde, ke shokishin tim, të mësoja i këto të thoja. Të ta deja vu këto fjalë, jam tjetër njëri, kam ndryshu. Do bëjmë ne gjë bashkë. ne shkojmë. Pse s'mendon ti që shkojmë ne? Po shkojmë se kemi pas bashkëpunimet tona, ma. Po kjo Kristolli do i marr gjithë me radhë duket. Po ne shkojmë me Fatos, edhe me Aldin, më bëj gjë, po s'do të bëj gjë. Tani njërin pas ka për ta kput, Fatos e në Aldi ka për ta kput sot. Fatos i që u vënë siklet, po shkojmë. Shkojmë si t'jemi, kena pas bashkëpunimet tona. O, na shkojmë ne. Thuj të vërtetën. Për 100.000 euro po luftoni dhe ju me sa duket. Literalisht reagimi jon. Ema, se çfarë po bën vjen. Pra po ishim një është një, do bëhet kush qit me mua për çata, shis pa kuptoj. Ema është zgjuar këtë episod dhe ka zgjedhur dhunën. Pas 3 muajsh lidhje, ai më kërkon që të basketojmë së bashku. Për zotin, kjo është super histori. Me këtë do ta mbajmë 1 orë, Gjesi, ka super detaje. Po nuk është unë gjatë 1 orë? Jo, gocë, unë jam e sigurt që do jep një nga... Shusha. Reagimi Gjesit është reagimi im. Pse po del Genti më cep sigurisht. E di që është Halloween, po please, pak distancë.
Ai si ato kështu që bëjnë të xhamën. Se ato në Francë. Dori, kthehet Benardi me një projekt? Zora Benardi ka shumë ide, po nuk ka asgjë konkrete. Kostiani më tha që është aprovuar. Qa thua, pse ta tha Kostiani dhe datën e xhirimit, besoj se Bora s'ka thënë asgjë kur xhirohet. Atë nuk e di, po më tha që është e vërtetë që është aprovuar. Ua, këtu është e tmeshme, zotin. A mami Blerta ku ishte duke konfrontuar Kisianën, i tha Kisiana, po ti ku e morën veç që do bëj emision të rion? Pa kështu hapen lafet në përbil. Tani fakti që Kostiani ka thënë për emisionin që do bëjmë kjo me Benardin, acarohet, thot, këta si flasin për mu kështu. Kostian, të lutem, a mund vish pak? Pa. Ndjes. Kostian, më fal. Tani, të duket puna jote që të shpërndash lajmin në përbil për mua dhe Benardin, për projektin ton? Për me nuk thash në një gjë, thjesht më bëri përshtypje që njeri që iku nga puna për performancë të dobët, tani vete propozon gjëra. Kush të tha ty, e para ai nuk iku nga puna për performancë të dobët, nuk ka ikur nga puna, po ishte shumë E para punës ai performon shumë mirë. Okej, Kostian nuk të takon ty fare të flasësh për performancën e tij, okej? Prandaj thash para do t'ja shoh. për kënaqësinë tuaj, dhe dyta nuk të takon ty të vendosësh a duhet apo jo të bëj ai propozime të tjera ose kush do tjetër në të. Bollumore me llafe, se nuk e ka fajin Benardi që ti nuk je i zotit bësh diçka dhe shpërndan lajme në përvil. Një moment, se unë atë qa bëj e bëj shumë mirë dhe ti e di perfekt. Se nuk jam nga ata që shojnë Andalen si resort. E kupton? Po bravo qoftë, Po bravo qoftë, po kush je ti që tush për Benardin ashtu? Se ngjëra tuaj përsëritishin herë. Benardi është shef Andalen si resort. I thot Kostiani, kush je ti ta gjykosh ti atë? Le të rrish gjithë ditën ai, le të shofi filma, ai e përjeton, e do shumë këtë punë. Se Blerta ka 20 episode me të njëjtin argument, kush je ti? Jo po ke drejt, po pse e the ti këtë? Jo po Benardi s'ka ikur. Dhe gjithmonë ka dal bluff, gjithmonë ka dal bluff. Ta vazhdojni. Po vazhdohet me këtë? Kam emër unë, Kostian. Blerta Çelaj 25. Po, absolutisht. Okej, Blerta Çelaj 25. Kur ka lënë Blertën nga shku mami gjëra civile, e ka thënë si ta vej me emrin. Po shif, Blerta Çelaj sikur s'shkon, ë? Shumë bazik. I venosim dhe një numër. Ua, Blerta Çelaj 25, gjëra civile, ashtu e ka emrin zyrtar. Ai zot na ruaj. Emri Unë kam i lanë zgur 77 në pak më në shkris. Unë kam desart në 18. Kostian, edhe kam shumë të shenjtë emrin. Më mirë se emisioni juaj. Ç'do ta thot Blerta ne? Pa i zotin që e keni këtë emisione, që e keni këto emra. Dhe ke shumë të shenjtë, si ai që mbron lart e poshtë, si të shosh. Dhe me ti në këtë pikë e fiksuar. Do ta kesh shok të ngushtë? E do ta si? Është një gjumë, e zgjuam më fal. Jo. Oh, bravo Kosti. E zgjuam? Benardi vazhdon drejmi të poshtë, në kohë që Blerta e mbron sipër. Këtë lloj storyline i kemi ndjekur deri tani. E mendova, dhe them që ta bëjmë. Pse janë 25 episode ta bëjmë, mund ta bëjmë. E bëjmë. Se mendoj ta bëjmë. E mendova gjë gjatë dhe midis teje dhe Fatosit të zgjedh ty Aldi. E bëjmë. Për emision se normal. Na merret sikur sot na ruaj. Çfarë më bë? Them që ta bëjmë pra të gjën që më the. Cilën? Për Aldi sikur se kupton, a? Cilën? Çat propozova, a? Am fal se shkova ke Kisiana ama si marrova me ty. Nëse kishte skena e fundit e La Villa Dramës, prap me Blertën që vazhdon e mbron, prap me Blertën që shkon i thot gjithë pse keni foliu për mundë që flet ajo për ta. Po gjithsesi këtë episod kemi dhe Gocin. Po, a më ta bëjmë dhe një këngë kështu? Kë, ne jemi Gocat? Jo, ne jemi skandale, çmendim krejt vilën, do ta lëm Gocin. Që ka shumë e lehtë, Po flasim për kohën, besoj 15 vjeç, 14, atëherë kur ne kishim ato crushat ton, ose kur shikonim në shkollë që kishim paralele ndaj çun, që rrinim te korridoret. Do vrisje vetë dhe do hidhesh nga kati. Kisiana, si ato kur shma beti mire bukur ja plasen, kur 17 vjeç dhe e vdek. E kam urruar për herë familjen time. A keni vojtur ndonjë nga depresioni? Do ne vrisni. Edhe Kliashi si është. Edhe Kliashi ta lish reagimin jon. Ky episod është dashuritë e para, domethënë, dashuritë e para në 9 vjeçare, dhe Kisiana thot kur do të vrisje vetën, ti idesh nga kati 8. Nuk di.
Më ndodhte për herë, po, sa herë mësohesh të krashin nuk të dua, i desha në kantitet, ja prap. Ose shumë e bukur në klas 8 e ke fjalë? Klas 9. Ajo kurioze të më shikosh mua se si kam qenë klas 8? E ca vetlla të zeza, ster dhe flok. A jeni kurios ta shihni si ka qenë Kristallim klas 8? Ja ta vendos diku këtu. Me vetullat e saj të bukura. Të hedhura të gjitha nga kjo. Po mirë, unë pjestroja vetëm këto para dhe këto mrap i leka çurrele. O zemra, unë pjestroja thot të flokët tu. Unë i shumëzoja zemra i bëja to puzo zemra. O zemra, kam qenë një nivel më lart, unë i faktorizoja flokët. Çaj bëj kaçorrela. Unë i pjestroja thot, kupton ti? Herë mendoni ju që mund të dashurosh Vetëm një herë. Zemra, Ose 2 herë. unë jam tek Ose 2 herë. Sa herë mund dashurosh në jetë? Vetëm një herë, që të kapte në e ditë. Ose 5 herë. Bini dashuri 5 herë. Besoj kur keni qenë të vogla, që siç po flisnim për këtë dashurinë e vërtet për krashin, ndodhte që për shembull kishte ndonjë bif të vogël që zysha e ulte me ndonjë gos tjetër dhe kur shkoje në shtëpi, ngjoje këngë dëshpëruese të Justin Bieber, Lana Del Rey, edhe bëje kështu rrje, gjatë gjithë kohës mendoje si ma bëri. Jessie J atë ka. O zemra, unë sa herë mërzitesha nga krashin në shkollë, shkoja në shtëpi, plasja çantën e gjëja këngë dëshpëruese të Justin Bieber. Baby, alright. Ha që tjetër, is it too late now to say sorry? Këngë dëshpëruese, këngë të mërzitshme, kështu që të bëjnë me qajt, të bënda përjetosh. O zemra po t'lanë në stadion dhe Crystal. My pussy tastes like Pepsi Cola. Ose Jessie J. Oh, Jessie J. It's all about the money. We don't need your money. Me këto shaja dhe unë. Me këto. Ano, Jessie J. Loti vu. Jessie J. Nuk e di për ju, po unë kam kënduar këngë greke. Dashuria ime parë ka qenë në Greqi. Po, edhe kur rendosha zemra kënga këngë greke. Ah, kapo, mja picirik. Ta të qijoj qara me atë këngën. Si qanë me atë këngë, zemra. A ka qenë puthja juaj e parë gjithmonë që e hiq në kokën kështu? Po, Mundësisht. po, më ndodhte për herë, unë sa herë putja, bëja pasaj... Njerë kush ka put krisë. Të të nash pushtu. Ma që me putësh dika zemra, e të shkoj. Ti i kikoj gjyqa, qa pa të ndoto gru? Fajtë se është putja parë. Sa kishte dalë 30 Reasons Why. Edhe zemra, po shifja ishte një kështu periudhë depresive, që unë të mbaroja atë serialin se s'bën, dhe mbyllesha kështu në dom, me rrëfir, as nuk haja, as nuk bëja, si vetëm shifja atë. Qishtë e kollitmja. Shkejtja të folë për eksperiencën e vetë, ja fut një, ajo i këmë. Si u kishtë të fëtum në i gjyshën podcast. Në thash me vete, unë kam nevojë që të bie në depresion tani. Po e urej kur më ndodhej momenti i jetës kur unë kuptoj dhe them, ua, po unë tani duhet bie në depresion. Por zotin, sa herë na ndodh, do t'i provosh çdo gjë në jetë. Ka koha që e ti ça? Ta provoj, të bihem në depresion. Sikur është ai gjë e mirë thot Lea. Zemra një mashkull bie, një mashkull ngrien. Po, si ishte një ngrihet? Një ngrihet? Një ngrihet, O e ma shpirti im. Vazhdoj. Një mashkull bie, një meshkull ngrien. Po mirë unë grefshin gjithë. Po unë grefshin gjithë. Po ju ngref. Bravo Ema. Po ju ngref gjithë dhe më është ka problem. Po Ema. Mund të kem gjithë kohën e botës në dispozicion dhe prap nuk e menaxhoj dot. Dhe më duket sikur më ikën koha dhe nuk bëj dot asgjë. Janë një mënyrë efikase dhe funksionale se si të qironi. Po këta me këpo flisni. Në 2025 do avancoj shkenca, do kemi makina fluturuese, ja për çfarë përdori çati, bëj mision Goci. Po më duket vetja si një tekno që zëri më vjen nga larg dhe jam duke kërcyer. Ema fix tekno është, nuk thonë me njerëzit do shkojnë tekno, thonë do shkoj te Ema, ja plasin kështu. Ema është një zhanër muzikore, po ndihem, e di qa, unë jam tekno dhe po bëhem shumë O Ema. Fix ashtu është tekno. Te ka marrë foto të disa nga pjesëtarëve të vilës që mua mi kanë sjell nervat në maj të hundës. Desard Merja. Ky njeri nuk më bën video për la vilën dhe u bën të tjerëve dhe mua më ikën dëm me gjithë dita që a ditë jam e bulgar!
Qysha, qa pat kjo me mu? Pse mundohesh o Kristian? Kam unë një këshill shumë thjesht. E ke desi live? Ja. E merr këtë. A do ma marrësh një tek dy orë? Po më shpirt? A do më dojnë që të do isha niz? Po më shpirt? O zemra, ka shele qika? Ha, provoj herë. Fred, gjathë, do më japësh 100.000 euro? Jo, pra. Shpirt. Okej. Pse nuk Pse nuk funksionoj? E pas vetëm me dem duket. Po i këmi se s'merë më me gocin. Lëra. Ec. Tani, ne u munduam me tonën që të bëshim të frikshëm, por që ja, jemi super të bukur, o ju, qa të bëjmë dhe të shkretit. Dhe me që po flisnim për të frikshëm, ne në top 5 kësaj radhe, top 5 e thash. Urim me pasadash me qënë Halloween. Kemi zgjedhur top 5 pamjet më të frikshme ose më të tmerrshme fare në historinë e Andeles. Në vendin e 5 është Gjesi që duket si gru këtu me një fustat të bardhë me ca flokë që si di çaj ka bë dhe me një make-up ster të zi duket si unë sot. Gjajmi qik? Kopje. Ato flokët e gufuara mrapa si ato dasma të vitet 90. Në vendin e 4 kemi Fatosin. Fatosi këto zemra duket si unë. Si unë ku shkoj dyqan buke me marr, ku diu me marr buk, nuk e di si mund të jesh autor dhe moderator e dalësh kështu në emision në Fatos. Ti qofsh. Më kujton një mbulec buke që kam pasur. Ashtu duket. Është kopje. Në vendin e 3 është Ema. Ema këtu, çka ka vesh? Thënë, më mek fare që është vesh, më thë ka lukën e një nusje, po nusje kështu, nusje nga ata të fshatit. Flokët merr me kostum sportiv. I ka dhënë koka me 4 çepa, nuk e di pse. Nëse. Ishte kokë me kokë me vendin e parë. Është Klea që ka fytyrën më të bardhë se unë thonë. I është shumë çdo t'i parë nuk duket fare më si Klea. Është si është dy vrima hunde në dy sy. Dhe absolutisht, në vendin e parë, si Luku, ose pamja më të mëshme që kemi parë herë në historinë e Andeles, është Kostiani. Kostiani, se kush e ka vesh. Se kush e ka lënë më fut në emision, me atë lloj kapeleje. Si Faturino duket. Për gjithë respekt të Faturinëve, po duket si Faturino, nuk e shoh dot. Çai thonë, ti nuk e shoh dot. Pale kush e ka detyruar shkretin, se Kostja shumë i mirë. Nejse, edhe pse ne i duam shumë kolegët tanë, këto luke ishin të pamje. I do ti, jo. Shumë të frikshme, më të frikshme se sa ne sot. Dhe, me mua edhe Julin, të veshur si Viktori dhe Emily nga Corpse Bride, nëse nuk e kuptuan. A mund t'i hedh lullet me qemi në fund? Po, hidi lullet. Tam për ty Klea që të gjesh më mirë. Isha kapi Klea nga mrapa, hidi Jul, hidi. Nga ne pacim dhe... Mua! Puci, puci! ¡Ándale!